Faleminderit i nderuar kryetar. Shërbimet ne po I bëjmë europiane, kjo nuk diskutohet. Edhe këtë ligj ne po I bëjmë pikërisht për t'i thjeshtësuar dhe për t'i bërë sa më europiane këto shërbime, siç janë shërbimet njërë në bujqësi. Aq I shpesh atje sa themi dale njërë kush jeti që shikojmë që nga koka që po vjen ai, se shtuhesh në kafe. S'aplikon dot për naftë. Si ka mundësi e buridheu që aplikojnë gjithë për të marrë kur kishte kohë për të marrë lekët e naftës dhe shërbeshin vetëm ata Partisë Socialiste. Pastaj çfarë do ngelte në pikë në litër naftë do të shërbeshin dhe të tjerë. Pra ne shërbehemi, po si shërbehemi? A quhet shërbim që të përmytesh dhe mos marrësh asgjë? A quhet shërbim kur ne bërtasim orë ka rënë 90% të mbjellat me grur në fushat e Myzeqes? Këto sistemet, a punojnë këta pip, va vën alert të shërbimet? Po si shërben që po patet 2 lop nuk merë, tani e kanë ullë, e kanë bërë nga 10 lop, e kanë bërë 5 lop. Pa që ka 2, 3, 4, pse nuk marrë ka? Që ndryshimi ka nga që ka 5? A ky s'du të haj buk, a ky nuk shpenzon për këtë lop që ka? Shërbim pra, a I vini në shërbim këtyre njerëzve? Mbashtrimin e derrave, thot Ministria e Bujqësisë, 5 derra, po nuk bate 5 derra nuk me le. Dhe po kalojmë në kushtet e qesharakës, ju po talin me këte miljet. Ngrica bëri namin, dhe ju e dini mirë se që dhe erdhët pat, Ministër Mbrojtje, Ministër Bujqësie, doj merrni, nuk diskutohet, qetësoni, se erdhi shërbimi, do t'ja u sjellim lekët shtëpi o pingat. Dini gjë ne nga Myzeqes kam gjurë njëri që të marri. S'morën. Edhe pritëm dhe vaj domate 5.000 lekë. Shërbim. Ta shi ullë, më falë, po, lash. Vjen me 500 e baje me 5.000. Do më thënë, dhe këto kush arriti që të hajë Myzeqia domate 5.000 lekë, do më thënë, kjo është drama me madhe që mundohet me bujqësinë. Ka që? Apo me specën që u tha gjitha nga Ngrica. I shërbeu në njeri këtyre? Se temi shërbime. Askush. Si që u shërben mjekësi, pra se këto do gjitha do lidhe me sistemet, me mrokla që vi vërdal. Bët aplikosh, rëks punon sistemi, hape I thu që doktorit, shiko, mos e bëbë prerje barku, ti thot ai, se ati është plotësur numri, nuk pretë sistemi. Po bëbë I tjetër, thu që më dhëmë krahërori, se është hapë sistemi vetë për ata, po shpejt zito. Rëk sistem, del përgjigja, takojmë në gusht. Ky sistemi, to ofrimet e shërbimeve. Ne themi I Albania, kishte javë, një miku im, do të merë që ka vdekje për familjar, o pingat, vide vërdalë, s'punonde, më rokla. Vino të do e foli lafëre, se nuk del as gjatje, as nuk po e shtypim. A vi vërdalë, viu sistemi. Ku është sistemi, pra? Certifikata, si do dalin, ku dalin të certifikata nga ky sistemi? Këto gjënë civile. Po mi me kaq shumë I thjeshton ju këto sistemet, sa ven ata pleqët e shkret, në vend se më para të shkohen të ta merte certifikate gjëra civile, paguhet 500 që hekri, se për të 500 me 1.000 lekë. Të paguhet 10.000 lekë për të shkuar të ato bizneset private që kanë ofrojnë këtë shërbim për qytetarët. Pra ofrum një shërbim falas, por do pagush lekë më shumë se sa jepi 500 lekë dikur. Si ka mundësi këto? I ka parë njëri këto vërdalë në për qytete? Se ata pleqët, jo vetëm nuk e njofin në vend I thoni mili, I thoni meri. Sa është e vërtet as kjo, ha? Hajde me mua lushet se ta shikosh, ofron bashkia, për ofron ai të dritë të hia.
Mire, këtu kërë sportele kare, po s'ka njerës. Sportele mund të ketë, po s'ka njerës. Si që janë sportelet e policisë për gjobat, që ti brana 15 ditë të pagush gjysëm, a e të delë sistema 17 ditësh, do pagush dhe ka matë vënesën. Së të delë e sistem. Po kishte probleme sistemi, që ati bëjë unë sistemit? A sistemin e hangja akshi, pju me verë. E hangja akshi, e pju dhe me verë 33.000 euro, ku po shushishet e verës i mushe me euro. Ky është sistemi. Sepse një sistem ose një përditësim që bënde 100.000 euro, janë ullën 5 milion euro. Në vend që ti marrin ata të shkretët në i kore buk, marrin ata pension, marrin në shpërblim, jo, di duhet që në aksit, se ishte alegji, ishte pas shpi, ishte me qera, ajo rrinte pishin, edhe ne kishim hall, mbledhnim GoFound për t'i bler karçanas, për t'i pagur lek për qeras. A shkreta ajo ore. Ajo jepini popull, se për ju po munona. Doli 1, 2, 3, shtëpi 4, verë 3 euro, gjatë vogla burr. Një gëllën 1.000 euro. Një gëllën 1.000 euro. Në jahtë, se është problem fare, për shërbim për popullin, edhe jahti. Se pa tjetër ata lodheshin shumë. Pastaj do zorët e ligjin ju e propozuat. Pse ta kthem private? Si Jovan Bregu, se deshët magazinjeri Jovan Bregu e bën krushk. Pra, mos e tenderojmë, pse ta tenderojmë, ne vjedhim kështu rreke, krijojmë shoqëri private. Të lodhemi ne të hedhim prap tendera. E të vend marrim një respekt, i fusim makinë, e të detyrojmë që të heqin ofertën. Pse budallimi ne bëjmë shoqëri brenda ne? 49% atë edhe e marrim gjithë. Me verë, me arkë dhe erot mrena. Po që do të thotë kryeministri shqiptarëve tani që na ishte pa shtëpi, që e mburti që s'kishte marrë asnjë, që ishte sinqert, që sistemet i kishte korrugulluar. Kështu që të gjithë këto sistemet, këto iraniant e Akshit, se ishin iraniant e Akshit këta, se si ishin iraniant e Akshit, me gjithë atë që kontrollon dhënat tona personale, janë bërë si qarapet grisër, kështu fare që rrinë djellë ato ashtu, se ka djek djellë. Ashtu janë dhe dhënat tona dhe gjithë se cili për nesh. Kështu që shërbimet që ju ofroni njerëzve sot, ka vetëm një përgjigje, nuk ka sistem. Kudo që të vesh më para i gje një sebeb, sot ka vetëm një shprehje me buzëqeshje, nuk ka sistem. Atëherë si me shërby? Si me shërby këtyre njerëzve? Se dhe ministja që e dinte që nuk monde as i laq, si ka para ato sistemet, se atje të lushje thonë, mungojnë 13 medikamente, po nuk është hedhë tenderi, që të bëjur? Tender për vigona. Hajde mik, hajde. Shnet dhe fjallë e vërtet. Sepse po t'i japu në listën e medikamenteve atje, do të shikoni jo që jo mungon, po s'ka asgjë fare. Se me të hangë qendë që ka lëshur kështu në për qytetet, nuk ka tetanoz, tërbohesh. S'ka pra sisteme nuk ka. Dhe nuk i shërbehet qytetarit më para si sen. Kjo është e vërteta e hidhur, që qytetari nuk e di është lërë në kushtet më mizerabël, bujësia në kushtet më mizerabël. Sa mira njerëz kemi ne, ju do një me shkatru. 3 hektar, thot a i kismet Ministria Bujësis, t'japi ty në lek. Jo, 10% do të kërimbursojmë në ty, po jo tani. Ti shit një tani, qoj atje, pa kismet nga enari tjetër. Ngrofu njërë në djellë, pastaj masin ngrofish nga djelli, nga shtatori, flasi prap. Po prap do kalosh në përmjet sistemit. Sistem gjithandej, dhe sistem s'ka skun. I lumë do tyre takshit, ata në drejtim pa ditur, ju i të kërkoni drejtim pa ditur, vera i ku drejtim pa ditur, vetëm një ahti ngelin port, me që të bëjnë të portet e reja, të lozin ta pa diturit e tjerë, se që ndodhë me pa diturin e sistemi tonë. Faleminderit.